Miqtë mi të dashur, jemi me pjesën e fundit të emisionit tonë, jemi me rubrikën 7 dhe kam kënaqësinë e veçantë që të ftuar ta kem një personazh mjaft interesant. Është kjo rubrika që po pëlqejet jashtëzakonisht shumë prej shikuesve dhe po marrim komente fantastike për personazhet që i përzgjedhemi pas në rubrikë. E sonte kemi ndru komplet zhanër. Na vjen një DJ i cili lindë rrit në Mitrovic, po besoj. Lindë rrit në Mitrovic, ka më shumë se gati 2 dekada që merret me punën si DJ. Atmosferat që i krijon ai janë fantastike. Është pjesë dhe është DJ official i labelit më të përfolur shqiptar dhe më të suksesshëm që kanë qëndru pintave me musonte DJ Dritoni. A bona prezantimin mirë? Shumë mirë. Faleminderit. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Qysh je? Mirë. Qysh po shkojmë punë? Mirë, është sa keq. Nuk po du me shku drejt e pyetjet, po du me po 20 vite në skena. 20 po bëhet. Realisht 20 po bëhet. 15 me këta djem, edhe 5 po. Kur nise si DJ? Është shumë spontan nuk konë. Para 20 viteve me thonë dikuj DJ, Arbër me ditë spontanisht ja konë Okej. sa vëden. Jëm konë të një shokën me një kafe, tu pi kafe gjatë ditës u konë e premte. Okej. Edhe ma bën tha, kiti do foldera R&B-a e kësëne, hade sonta, dhe më është mirë, bënë një folder, kërvinon për jo konë. Edhe shkova e bëna një playlistën atë super nej, hade dhe nesër është tune, edhe është ta një qështu metra, hade dhe javën tjetër. A u kone kohës, a u kone vish pasion? Unë pasion kom pas muzikën edhe më herët. Më herët. Kom dëgju shumë muzikë, kom pas diskografi shumë, zgjënume në gjithë dëgjimit, edhe qështu tani, ka dale. Pse u profilizove në hip-hop? Në hip-hop se... A e lyp ke tregu? Jo, konë shia jam. Shia Shia jam ndër vite që e konë gujë hip-hopin, R&B-in. Kush është reperi, këngëtari, artisti që realisht ki dëgju dhe t'ka frymzu shumë? Edhe nuk e lem pa elëshu një herë, pak të një... Normal, sekret. Sekret, o? 80-tave qina dhe 90-tave Paku Biggie. Këta dhe Jay-Z tash. A jetohet mirë për punës shërba? Po, është mirë. Nuk është shumë wow, me thonë jena tu bo shumë, po e knashme është. Sa për me jetu edhe me bo dhe sane po. Po mdo këtë falë josh kam fillu që DJ tash me trajtu ta mën që është duhet, si artista. Një DJ është artist. Po. Pak ma... Mendoj që është që ashtu që po thu te, po edhe pak vetë-vetën e kena bo. E kena pekalzojna vetën që ka dim, edhe që po kryojnë edhe në atë aspekt po nga bojnë si në atë zhondën e artistave, në atë rrugën e artistave. Por realisht investoni shumë. DJ-t investoni shumë, qoftë në instrumente, ajo është e fundit, në swag. Investoni shumë në paraqitje, me qenë gjithmonë të update-tum. Sa është e vështirë me voj jetën, me qenë familjari mirë, babi mirë, me qenë ndërmarrësi mirë, me konë DJ mirë. Shumë. Tregoma pak qyshe po arrin me menaxhu. Se po folim për konstant. Ka njerë e pës vetën qysh po kam kohë për keto sene. Se për shumë më gjatë shuhet, Dritoni edhe vazhdan e curin duhet me shku në për shkolla, në për kopshte, tani duhet me shku në biznes, me këqyrë që po shkojnë punë, tek po shkojnë, duhet me shku me marë prap për shkollave, për kopshteve, edhe në mramje me këqyrë ku mund është me gjithë një kohë që për mu bo update edhe të sene që vjen vikendi që me mujtë mu konë të i gatë shumë për atë. A je pishman që i marrë me këtë pjesë? A kina i pengu, se për çka kujti tu më falë? Falë i thëmë vetës që s'ko mujtë me bu ma shumë. Më falë i vetës. Që s'ko mujtë me bu ma shumë, se e di që kom potencial për me bu ma shumë. Pyetja parë. Po. Këto janë, ma shumë pyetje janë veç shtati. Jo, kryesisht... Se s'besoj ti. Jo, shkon sigurtën. Ja, kjo arti Mitrovicës, normalisht në asnjë rrethon nuk ka pyetje nga smusa. Çfarë këshillë të jeve të rinjve që duan të ndjekin rrugën e DJ-t dhe të punojnë edhe me artistë të mëdhenj si ti? Cila është ajo këshill, Bal? Po, këshilla shumë është e thjeshtë. Mu konë shumë i thjeshtë, mos me bu ma shumë se që munësh, me kallëzu vetën që unë jam dikushe në fakt, nuk jenë që atë nivel, edhe për me pas punë me artista të mëdhej, duesh me shku në protokoll të atëve. Ata shalypin, jo ti shabën. Profesional duesh me punë shumë me ta. A është mirë me eksperimentu? Si DJ me nështë ta kur e ki hajpin me buna i lëvizje? Qaj është një mundet me të kushtu vish? Jo, unë mendoj që
ti si DJ, se zakonisht pishon në këta DJ të ri. Pingaj, se edhe kena boll Absolutisht, kemi bo muhabet për të takun. 90% DJ-ve playlistën e njëjtë. Pse u bo që kjo, po kjo është diskutu, zakonisht diskutuot... Unë mendoj që jam pak edhe t'imponu prej venit ku bojnë muzikë se frigohen me dal pak për vetës. Frigohen me lëshuna i trakës se ka një kërkosh. Apo den, me shtina... Në reportarë, me shtina. Apo den, që kjo është një pi frigave, këtëve DJ-ve të rritë shikon vërejt, edhe që tuten dhe edhe lidhje transition që e bojnë kongën mas kongën e kanë gati krejt njëjtë. Se e marrë një tjetërit, i ka pëlqyja dhe të bëja done. Unë e mendoj që jo gabe, më bëndo vetë vetja. Kërja vetë. Po ta bëj një pyetje pak ma kritike. Përfundon puna me label. Po. A ju penalizon fakti që gjithë kohësin i kon me një label, kur del me bu muzikë vetë tani si DJ? Së keme vazhdu. Po. Ata nalë kreativitetit, se zakonisht të shkon performon listën që ka me kënu artistat, abden edhe nuk e kia të komfort zonën tonë me lëshu që ka dënë për njerëz, me një hype-in më, abden, a ju penalizon që kjo? Jo, se unë për shambull nëse kur shkoj me kresh në festime, për marrëm, shambull hina ashta gjysore ose 15 minuta që me ndru pak me bo atmosferën me ju përshtat që ata kur hin, normal, është një playlist tjetër që unë e lëshej. Nuk është të zakonshmja kur jam vetë. Kur jam vetë, unë e jepë një shambull shumë të mirë. Unë e këllëshoj muzikë shkaj si më peshkem. Kur him fillim, unë i këshyri njerëz dhe si me peshku, me shka e hanë. A di më peshku, që ashtu unë e lëshoj zhandrin, e këshyri në shka po bazohet publika, unë e vazhdoj me qatë zhandrë. Perfekt. Nuk shkoj në shablan, a vëden. Në qatë mënyrën e njeku. Pyetja dytë, gati. Kema përgjish, mësë më mundu me ikë pyetjeve, pa. Me më shku të straight to the point. Cili është si të jytë më i preferuar ose kënga që të ndezë me shumë publikum, pa po danë international, apo danë vendos? Shërendush. Me cilën këngë e din që publiku nuk ka qare, pa? Sunny Hillin, atë kujtohet? Po. Semafori, normal. Okej. Normal, e kam atë menin kur du të me lëshu semaforin, po menoj kur po lëshoj vetë. A e ki prit që asam? Arbor, ajo konë. A u prit, a u konë? Jo, ajo konë këtë spontan. Spontan. Do më thonë, vesh nuk thy kresha ka thonë kur kus gëza me livrit kërgjë, t'i këshyrën që a u bëjnë publika. A u shku ka nga dhe në fund. Arborën e kom pas qatë performancë dhe besëm që se kom një kërgjë. O vëdy nuk konë asë një loj treme, asë një loj kërgjë, po. Kur u kry, kur e më shku në backstage, ja kom njësë më drejtë. Që atër më ka kope adrenalina e publikës. E ju a e dishit? A e provut normal këtë shku gjithë? Ajo këtë spontan nuk honi, na kom performim normal, si gjithë. Përshuna semaforin edhe vazhdun. Në fakt Kresha tha herën e kalume nuk ju këna alonë me kënu dhe në fund. Po flasën e herën e parë, unë e këmë dashtë parë. Po jo, kjo është hera e parë, se herë, do më thonë, pi bjenë në Sunny Hilli një ma herë si që ajo që i ka ndodhë, i kina ndërprej ka vazhdu Kresha me, do më thonë, tekste normal. Në background u konë publika kompletore po vo. Pikresht. Që aty për që aty tha Kresha dha, a bën herën e kalume ju kina ndërprej, që ta sfëdojna mi ndërprej, po jalojna juve, edhe u shku deri në fund. Spontanisht u konë krejt, as nuk ju kina bu plan as kur gjo, vedim. Po du më litë e para, Sunny Hilli kër u performu për herë të parë, a e keni pas qatë njësi që tu dëgju qatë shumë që ajo këngë? Po, që aty e kena po që semafori është u shku në me të mabe. Okej, nice. Pyetja tretë. Jo, unë ku mendu që paka shumë akone planifikume, po që... Jo, këtë spontan. Okej, nice. Pyetja tretë? Rëtan, si e nisë rëktimi ytë si DJ-oa. E thash që ta? Si e lidhë me labelin për në tjo, që ta fun ka. Ja, që ta jo. Që ndodhe? 2010. 2010. Promovimi albumit Patikat e mija. Okej, Kreshës. Me Kreshën e në rritë bashkë. Edhe po më shkëru në tha, du me të po më vivë, ma mojtë warm-upin, në regull. Edhe ajo zdi vivën, ti të kujtojtë vivën në Mitrovic, do më thonë e livretke, qashtë shumë njerës që ka pasë, do më thonë livretke tepër. Edhe tu bu muzikë më kontu e majtë warm-upin, vesh u arë lavdën. Po pa tjetër shoku jo. Ma ka pru se den, ma ka bu ka thonë Kresha, ti keme na për cilë, është që metë. El shohat se den nuk unë neja perfekt. Mës të zgati. Nesër dushim ka shkëru, tha dhe sa den në kam e një, spisha së e ditës tani. E kërë bom bash pintat? Po.
A u kom problem? Jo. A ka pas festimi dikon që ka... Jo, festimi, para se mu bo pinte edhe festimi, dhe më thonë, bas kreshës, jena njoftu, edhe festimi nga nisë, hadë me muse e mbet, edhe jena bashku ma ndej të ret. Po du me ditë, Driton, kur jenë, për shambë brenda NATO-s, kur jenë dytë të përformuna për shtetet e ndryshme, me kënë shkon ti? Qyshe bojna, kush kujna i vynë ma shumë, o veden. Se për shambë, nëse shkojnë në kresha, ma largo se festimi, ma largo në duna me shku me ta, kënejmet Albani, Kuba, menageri, më zanë nësën në qato detajet vogla që duhet në konat. Cila është performanca maj mirë e maj emocionuse që e rumë? S'po folim për festivali, kështu me nej që ti ka kalu për shmërit? Që mi ka kalu për shmërit, unë i natë në Gjakov, Korsaroj. Ko shumë bile... Gjakova, i dënë Gjakova shumë. Unë bile në talikin, më zga bofsha që e natë të konë për mu, po foli për mu personalisht, më konë wow. Fajer. Shumë e mirë. Pyetja 4. Ja, emocione në këto, ja? Ne të regon një moment të paharrueshëm që ke përjetu gjatë koncertit me MC Kreshën në Lërkëll Sun. Apo danë sekletshëm atë paharrueshëm, se që të sekletshëm jënë paharrueshëm. Qëto sa do, në ma një sekletshëm? Në Tiranin akon, veç në Kresha. Okej. Edhe shkum, e banëm soundcheckun, këtë okej. Dhe me thonë, okej, për këta trit. Po. Dhe me thonë, po flasim tash për nëse dojnë më konë DJ të suksesshëm me pasi e gjatësi. Ju gjithmonë shkoni bëni soundcheck para prakisht. Montohen gjanat, shkon për para të artistit. Tregoja pak e curin. Shkoj, nëse e kemë për shembull ex-klubi. Sa do me konë largë? Po. 2 orë ose 3 orë, para se mu hapë klubi, unë e duna mu konë aty, me regullu teknikën, me regullu zërimin, me kështu gjithë shka është në regull, sa ta djemë t'janë live. Jo, mes performimit, s'pa bon kjo, po bon kjo, lëshama nalma odin. Edhe zakonisht shkojën e ato, i regullaj që kur dhvin Kreshta festimi mu konë, gjithë shka okej. Edhe, tash për vazhdoj këtë rasën, e bënëm soundcheck, unë shkum në hotel, e bëna playlistën, këtë në regull, 10 minuta para se me hi Kresha, ma bën, nësë janë drama pak, zhondrin, ritmin që pëdhez laptopin, s'podhez laptopi. S'podhez, unë jërësita, u bona, e mshela dhe është Kreshta, s'po bën laptopi. Dhe nisa unë bu nervaz se nuk ka problemi jone. Problemi është artisti se kërkus vetë që ka bu Dritoni, po MC Kresha u bu, a vëden. Qa me bu dhe keme na, qka me bu që me dalë për situatës. A janë bashkëpunuese në këtë pjesë? Po, shumë. A ti mirë kuptojnë? Shumë. Që teknik është? S'ki në të hiti i stresim tonë, plus më të gjudha dhe stres tjetër edhe bot aty, edhe në shok Tiranës aty për e bëjt, a gjemi këtë CD-at që a i ki të këtënve djanë, në kjerë, edhe gjema një internet kafe ose diçka internet për më vinë, që ka laptop, thë ke poshtë është një varë pubi, shkova poshtë. Shkunda që shisha më downloadësha plus CD-a, CD playerat i ka posë aty në klubi. Orbër, 1 orë 20 minuta ka kënu Kresha. Vesh në qesha, vesha më këthejki, vesha vesha knok, nësë më të rejtë. Ej, a e din shuku neja. Fire ko. A të do gatë? Jo, tani kur unë qova, kur e po që po ecë mirë, mos manikja. Po tash më ma po mu backupin, 2 laptopa, 2 USB-a, 2 CD-a, tash mos. Qa është një moment kur këthejt Kresha? Po, në gjithë kom faj. E qa më në gjajë, se është pani. U pa të bu viral shumë. Që ke ajo viral u konë tash o sistemi që nuk e kena instrumentalin. A vedin? Edhe tash është konga, po në e kam që muna mi anal a capella, të edhe shkon instrumentali. Edhe zdi shka kena pos probleme, rrymë se na unalke, rryma, unë e këshësha, nësë të një varë kablo mësë më shkel. Në dorë si na konë ngolem. Di. Edhe kom haru mi anal a capellat. Edhe shmu ka këtu, nale, ta shumë e konë faj. Po tash e di, ta e di, që gjithë t'i ki faj, a vedin, u konë... Po e kanë tani u shku shumë viral se... Kanë menu që pe bëm, pe bullizën, nëse kanë shku dere në fond që shku mua beti, a vedin, po. Ja, zë s'ko të pyetja e 5. Nice. Qa po thëtë? Cila është sfida ma e madhe që ke përjetuar në karierën tënde si DJ deri tani? Sfida ma e madhe. A ka sfid? Po shumë. Arritet çmimi i artistit çdo vjet si DJ. A dhe kjo është sfid? Sa sfidu se me rrit? Për çmim arbër, është pak dyqysh, është një temë shumë
me ndishme, apo den se... A jeni shumë family që jetojnë mes e një? Shumë, ke DJ, a din qysh. Unë jem nashta, s'una me thonë që jam i vjetër, se ka ma të vjetër se unë, po jam një prej ma të vjetër. A pëse do kështë i ri, në po, vipse. Edhe, seriozisht, edhe atë natë kom kallëzu për atë djalin, i kom jep superlativ, do më thonë, kom shu njëre, që kom bu, s'ki nevoj mu, do më thonë jep i këshilla çdo DJ të ri, avëden. So herë më ka vetë, so herë më ka kallëzu, adin, kom nevoj për këto, se kom nevoj që ki boti, që ka me bone, i kom jep pa pikë problemi. S'po folën për DJ tjerë që në me jena shumë të letë, në ekstremin në të letë. E me pintat, a jeni kështu tamam që për shembull familje. Kur e shojnë ata që është nevoja, nuk i nevojë me tonë vetë të rritin çmimin. Familje është orbëra. Adin s'muna ta përshkru që është. Adin si me najt, me vlla, me motër, me nonë, me babë, kur jena në kerë, ose në studio, ose në banesë. A përlahani për punë? Po, nësë për la nuk i kena qatë shperformimin e mirë për shambull, apo ne bëj playlist, apo njësë po më pëlqen shke playlist, po një bëj po, shkjo shkon me këto, po mu s'po më do, apo janë këto senet vogla, po, edhe tani binat e një mes, qështu, okej, vazhdojna, edhe del, perfekt. E so herë ndrën të plisën? Që mos më bëbos? Mrena natës, një ndrej që ato e kena vendos me bo, po një ndrej. E ndrën. Unë isha njerës për shambull, apo den. S'mon është e mja bo një hip-hop pak ma trondën që janë out ati zhanre dush. Mja bo ka gjado komerciala me atë shqit për me livrit ato, vedem. A dush me punu si artist minimalisht për shumë një orën ditë me vetën? Po. A e bën që të sanë, pavarësisht përvojës? Pavarësisht përvojës? Jo, se ka gjë kanë angazhime, po tash duna se vera angat. Vera angat. Vera angat. Sakrifica ma e madhe me një emër, nëse kështë emërtu një? Sakrifica ma e madhe o gjume. S'po mu i mungi gjëmë. Shumë. 2 orë në ditje flaj verës. 2 orë në ditje. Fantastik. Para me no. Pyetja e 6. Inshallah po bje një që e kum bu, inshallah po s'po dhja po del. Qa po tëtë? A ki ndë një ritual të veçan para se të ngjitesh në skenë? O, zët, inshallah s'nallit lëptupi. Që kjo, a ki e kum pashë zakonisht pintat për shafën para se me dalë? Po, e bojnë atë ritualin, e bojnë do lutje, do duaje. E ki edhe ti për shëta kështë? Po, në gjithmonë e kam. Jo vësh kër hypin skenë, po për çdo sen që kam e bo, unë e kam qatat njëtën. Nice. E ki dhe më thonë? Po, ajo është. Pyetja fundit? Zdja është e fundit. E bëj qatë ritualit që më dhe. Nuk e dhja është e fundit puna që nëse s'del që e kom bota bëjë bëjë. Çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e një grupi, ka të respektuar si pen, si që shtash ma herët, pjesë e familjes. A privilegj ma? Privilegj ma, thështë. A përgjithësi e madhe me konë me... A vjen? Unë e thamë, edhe artistat tjerë ma bojnë halal të koftë, se këta lipin shumë. Edhe artistat tjerë ma bojnë, për që ata jenë ku jenë. Pyetja e fundit, revolucionin e hip-hopit. Hip-hopin shqiptar. Albumi parë, Pinte, ka bo revolucionin e hip-hopit tash. E ka ndru lojnë. Krejt lojnë e ka ndruar. Nduket që janë ata që kanë bo dhe tjertë me fillu me punu ma... Qashtë. Albumi për i natin një tjetër të ka ndru gjdo sen. Krejt i ka ndru. Faleminderit për kohën. Gjithashtu arbër, knatësi. Faleminderit shumë. Mirë të dashur, ishim me DJ Dritonin, DJ-n Official Pintave, pos tjera është një djallë fantastik dhe këtu jemi minutat e fundit, për shpesoj që një ndatë nashur ma që kemi përgadit, ne lëm takim javës tjetër në të njëjtin termen në shtun ora 20:10 minuta. Na gjeni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, me emrin Zara TK. Gjithashtu të gjitha intervistat tona e gjeni të shkëputura dhe të kompletuara në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube. Kaq për sonte, natën e mirë, qëndrani me ne.